Kryeministri Edi Rama është larguar nga kryeministria pas një takimi shtatorësh me zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Numri 2 i qeverisë dhe ministrja e infrastrukturës Belinda Balluku ndodhej prej orës 12 të një çerek në godinën e kryeministrisë në një takim me Ramën, pasi GJKO caktoi ndaj saj masat e sigurisë, pezullim nga detyra dhe ndalim dalje nga vendi. Shtator takim, por ende nuk ka një reagim nga kreu i qeverisë nëse ka shkarkuar Ballukun apo nëse kjo e fundit ka dhënë dorëheqjen për postet në qeveri. Takimit Rama Balluku ju bashkua edhe ish-ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Prokuroria e posaçme me anë të një njoftimi zyrtar ka zbardhur akuza dhe rolin e Belinda Ballukut për shkeljet në 2 tenderët me vlerë 210 milion euro për tunelin e Llogaras dhe Unazës së Madhe. Balluku dhe vartësit e saj akuzohet se kanë parapërcaktuar fituesit në 2 tenderët.